Receive the message of truth. Albanian language. Nëse të gjithë janë të krishterë siç mendojnë se janë, Jezusi do t'ju quante vëllezër. Hebrejve 2:11, sepse si ai që shenjtëron ashtu edhe ata që shenjtërohen janë të gjithë të një, për këtë arsye atij nuk i vjen turp t'i quajë vëllezër. Çdo i krishter do të mësohet nga fryma e shenjtë. Do ta dini të vërtetën rreth dhjatës së re. 1 Korintasve 2:13, këto gjëra i themi edhe ne, jo me fjalë që mëson mençuria njerëzore, por që mëson fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat shpirtërore me ato shpirtërore. Gjoni 14:26, por ndihmësi, fryma e shenjtë, të cilin ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj gjithçka dhe do t'ju kujtoj të gjitha ato që ju thash. Çdo person do t'i nënshtrojë procesit të shenjtërimit nga fryma e shenjtë dhe e vërteta. Gjoni 17:19, dhe për hir të tyre unë shenjtëroj veten time, që edhe ata të shenjtërohen nga e vërteta. Romakëve 15:16, që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit për jo hebrejnë, duke i shërbyer ungjillit të Perëndisë, që oferta e jo hebrejve të jetë e pranueshme, e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Ju do të ishit adhurues të vërtetë. Gjoni 4:23, por po vjen ora dhe tani ka ardhur, kur adhuruesit e vërtetë do ta adhurojnë atin në frymë dhe të vërtetë, sepse ati kërkon të tillë që ta adhurojnë. Me shumë mundësi, çdo i krishter do të vuajë sepse është pjesë e shenjtërimit. 1 Pjetrit 4:16, megjithatë, nëse dikush vuan si i krishter, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin në këtë çështje. Askush nuk duhet të jetë egoist apo mendje madh. Filipianëve 2:2, plotësoni gëzimin tim duke qenë të një mendjeje, duke pasur të njëjtën dashuri, duke qenë të një mendjeje. Pas procesit të shenjtërimit, ju bëheni një shenjë. 1 Korintasve 6:19, apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe nuk jeni juaj? 1 Korintasve 3:17, nëse dikush e ndot tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta shkatërrojë atë. Sepse tempulli i Perëndisë është i shenjtë, tempulli që jeni ju. Efesianëve 2:20-22, duke qenë se është ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, dhe vetë Jezu Krishti është guri i qoshes, 21 në të cilin e gjithë ndërtesa, duke qenë e bashkuar, rritet në një tempull të shenjtë në Zotin, 22 në të cilin edhe ju po ndërtoheni së bashku për një banesë të Perëndisë në frymë. Por të gjithë janë besimtar, jo të krishterë. Pse? Konfesionet e shumta duhet t'i tregojnë të gjithëve se njeriu po i bën gjërat sipas mënyrës së tij. Askush ka shpirtën e të vërtetës. Të gjithë e shohin Zotin sipas mënyrës së tyre, duke mos kuptuar rrugën e Jezusit. Pastorët dhe udhëheqësit po qëndrojnë përpara kongregacionit të tyre duke e quajtur veten të krishterë dhe duke e quajtur kongregacionin e tyre të krishterë. Ata nuk e kuptojnë Testamentin e Ri dhe nuk e kanë idenë se për çfarë bëhet fjalë për mbretërinë e Perëndisë. Ata po pasurohen duke ju dhënë informacion false. Pastorët dhe udhëheqësit e krishterë nuk do t'i kishin dëmtuar seksualisht djemtë dhe vajzat për qindra vjet dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe sot. Pastorët dhe udhëheqësit e krishterë nuk do të pasuroheshin nga kongregacioni i tyre. Ata nuk mund të shisnin libra sepse të gjithë do të mësoheshin nga fryma e shenjtë dhe do ta dinin të vërtetën sepse janë të krishterë. Pastorët dhe udhëheqësit nuk do të kishin kryer blasfemi kundër frymës së shenjtë përpara kongregacionit të tyre dhe ndjekësve të televizionit për vite me radhë. Luka 6:39, dhe ai u tha atyre një shëmbulltyr, a mundet i verbëri të udhëheq të verbrin? A nuk do të bien të dy në grop? Pse ka kaq shumë vrasje dhe paragjykime në kish, ndërsa ju e quani veten të krishterë? Pse pastorët dhe udhëheqësit po bëjnë pagëzim fizik në ujë nëse janë të krishterë? Pse burrat dhe gratë homoseksuale në kish e quajnë veten të krishterë? Pse ka gra pastore dhe udhëheqëse që kontrollojnë burrat në kish nëse të gjithë janë të krishterë? Gratë nuk duhet të kenë autoritet mbi burrat në trupin e Krishtit. Njeriu përpiqet të bëhet i krishterë fizikisht, por kjo nuk mund të ndodhë. Siç thuhet te Romakëve 8:8, pra, ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Ju mund të bëheni të krishterë vetëm shpirtërisht. Ju keni nevojë për shpirtin e Krishtit, shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës për t'u bërë i krishterë. Mateu 28:19-20 ju jep për kufizimin e një të krishteri. Mateu 28:19-20 thot, shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit dhe të Birit dhe të frymës së shenjtë.
20 Duke I mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, madje deri në fund të botës. Amen. Perëndia e bën të qartë se ata me shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës janë të krishterët e vërtetë. Gjoni 4, 23-24 thot, por po vjen ora dhe tani ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në frymë dhe në të vërtet, sepse ati kërkon të tillë që të adhurojnë. 24 Perëndia është frymë dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe të vërtetë. 1 Korintasve 2:14 Por njeriu I natyrshëm nuk I merr gjërat e frymës së Perëndisë, sepse ai nuk mund t'i njohë ato, sepse mund të jesh personi I përsosur sipas njeriut, duke I dhënë gjysmën e të ardhurave për të ndihmuar të varfërit shkrimet e testamentit të shenjta çdo ditë për frymëzim ju luteni vazhdimisht, por nuk e kuptoni pjesën shpirtërore të vetes tuaj ose nuk e kuptoni testamentin e ri. Pate një jetë të gjatë dhe më në fund vdiqe. Njerëzit thonë se ju jeni një I krishter I mirë. Para se gjithash, ju nuk mund të bëheni të krishter me trupin tuaj fizik. Së dyti, ju duhet të jeni një shenjtor për të ecur me Perëndin dhe Zotin Jezu Krisht. Jezusi po vjen vetëm për shenjtorët. Trupi juaj fizik nuk mund të marrë frymën e Krishtit, shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës, të cilat nevojiten për t'u bërë një I krishter I vërtet dhe më pas një shenjtor. Gjoni 3:6 Ajo që lind nga mishi është mish, dhe ajo që lind nga fryma është frymë. Ju nuk mund të përzieni mishin dhe shpirtin. Me fjalë të tjera, ju nuk mund të përzieni trupin tuaj fizik me trupin tuaj shpirtëror. Ti mund të jesh vetëm shpirtëror I krishter.